Dytë natës po njërë. Ka mundësi. Apo të zë gjumi. Qa? Apo të zë gjumi, kështu dhe si ke pa deri në fund. Jo, ka mundësi që këto ditë kam flesh shumë të në kohën edhe tash s'pe vrej, po... Vetëm ke fjetë. Po, kam flesh. Qa ke batja ke flesh? Kam pikturu. A, ke pikturu. Qa ke Stina, pikturu? rregulla mikrofonin. Qa ke pikturu? Pikturova një nga tatuazhet e mia. Qëfar tatuazhe? Pritë shi se duhet me... Pikturova këtë maçin. Maçokun. Maçokun. O zot, unë vdes për kafsh. Për zotin, unë vdes për kafsh. Vdes. A ke maçok? Kam pas maçok, kam një qen, kam edhe një papagall. Shumë mirë. Ti? Unë vdes. Unë e kam vetëm një macë të vogël, një macë, po unë vdes për kafsh. Do me thonë, unë qofse do ta fitoja çmimin, në qofse do ta fitoja... është një parcelit. Në qofse do ta fitoja çmimin, unë do me thonë, nuk kisha pas qef asnjë cent me marrë për veti, do me thonë vetëm një pjesë vogël, një dhuratë familjes time, por këtë çmimin do e çoja për qenë të rrugës që janë. Do me thonë, do hapja një fondacion, një institucion, ku do i punësoja do punëtor, edhe mi marrë këtë qenë të rrugës, edhe mi mbledh, edhe thjesht mi ushqy, mi vaksinu, edhe mi jep në adoptim. Po unë, do me thonë, në Itali nuk shef t'i qenë në rrugës. Që shef këtu, atje nuk shef. Unë që një vit që jam këtu, sa herë dal me makina në e gjo, veç kur shef një qenë, adin sa po i vdekur në e gjo, edhe pasha zotin shpirtin dhe. Do me thonë, jam shumë për kafsh, jam shumë, prekem shumë letë. I kam këtu në zemër, kështu që unë, do me thonë, nuk e doja asë një cent për i qmimit ma, veç kësha pas qef, me i qu krejt, në kafsh të rrugës, edhe veç thjesht me i mbledh, si janë si njerës. Se tani duhet me ndarë, e zëmë se fitove. Do mbledhësh kafshët të rrugës të Kosovës, apo të Shqipërisë? Apo në Itali? Këtë shqiptarisë në përgjithësi. Nuk duhet shumë, thjesht me hap një institucion, mi punësut sa punëtor, cilë ti pagun mirë, edhe mi kap kafshë që e në rrugëve, mi mbledh.